Vazhdojnë problemet me ujin e pishëm në Tetov. Për 2 ditë me radhë, qytetarët e Tetovës janë duke u përballur me mungesë të ujit. Kjo shkaku i defekteve të njëpasnjëshme në rrjetin shpërndarës të ujësjellësit. Ndërmarrja publike Shari të dielën njoftuan se një defekt kishte ndodhur në rrugën Jordan Zlatanovski që kishte lënë shumë qytetar pa ujë të pishëm. Në ndërkohë, sot janë regjistruar 10 defekte në rrjetin shpërndarës të ujësjellësit brenda në qytetin e Tetovës dhe kjo shkaktoi sërish ndërprerje të ujit të pishëm. Njoftohen të gjithë qytetarët e Tetovës se për shkak të më shumë se 10 defekteve që kemi në terren, jemi të detyruar të ndërpresim ujin në qytet deri në sanimin e plot të defekteve, thuhet në njoftimin e lëshuar nga Ndërmarrja Publike Komunale Sharri në Tetov. Në ndërkohë, problemet me ujin e pishëm në Tetov, sipas kryetarit të komunës së Tetovës, Bilal Kasami, ndodhin shkaku i defekteve në rrjetin e ujësjellësit në qytet, si pasojë e rrjetit të vjetërsuar. Po ka pasur në disa zona defekte, të cilat janë sanuar, kohën më të shpejt të mundur dhe tash derisa të normalizohet furnizimi me ujë për shkak të këtyre ndërprerjeve, besojmë sot nesër do të normalizohet plotësisht. Për shkak të rrjetit të vjetruar, ka ende segmente në qytet të cilat ka defekte të rrjetit të shpërndarjes. Problemet e kësaj natyre janë të shpeshta në Tetov, sidomos në periudhën e vjeshtës dhe në pranverë, kur ka më shumë prurje të ujit nga rrjeti ujësjellësit. Këto prurje nuk mund të absorbohen nga rrjeti shpërndarës në qytet, që është shumë i vjetruar dhe ka defekte. Deri më tani disa herë është premtuar se rrjeti shpërndarës do të rregullohet, megjithatë për shkak të kostos së lartë ende nuk është filluar të realizohet. Në disa lagje dhe në të kaluarën dhe në këtë periudhë, gjatë investimeve infrastrukturore është bërë ndërhyrje në rrjetin e ujësjellësit duke vendosur gypadëri, por në disa lagje ende nuk janë bërë intervenime të këtilla.